أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله ربنا المولى. Unë jam Hafez Jashar Ibrahim, në Shkup jetoj. Mas pari, pin 11-12 veçar që atër jam konë kur kam fillu për me lezu Kur'an, te hoxha jem Idris Efendi. Hoxha, vetëm se hoxha konë Hafez, nuk ka konë Idris Sulejman. Dhe ashtu që ja kun fillu edhe sukur që kanë fillu krejt për me lezu lezim Kur'an. Mirë po të mas një dy vetëve, ai hoxha jem e ka pa që jam i aftu në për me mësu për hifz, edhe erten edhe me babën tem bisedime banën, folën që a ka vullnet ai me mësu për hifz, se është i aftë, po a ka vullnet. Edhe unë si i vogël kur jam konë normal, se kur i kam pa gjallar, se kam pas di vullnet shpe, edhe jam konë pin 10 veç, gjithë mund gjami, mëjzim bëjshë asen, ashtu e kam pas që me fillu, e kam pas edhe vullnet për me mësu, për thësh në a thua muj me bon, se nuk ishte se. Fillimin mas pari për lezim Kur'an e kam pas mësu të hoxha jem, të Idris Efendia. Idris Efendia konë edhe hoxha edhe dzënësi i Atullah Hoxhës, edhe dhëndri i Atullah Hoxhës shka konë Shkup. Për shemë atë. E fillu ato në që atë e ka 12 veçar kur jam konë, kam fillu edhe për hifz të aj, edhe lezimin Kur'an, po edhe për
hifz, ati për me bë hafëzlëkin. Mas pari kur ja nisëm si me provu njëra muj as muj, pe ihlasit, pe kul huwallahit, edhe na po shkojmë ka mrapa, nuk po jap nismi pe nebe sure pe ametet, po pe kul huwallah, kul yazwa, pe kul yazbin nas, edhe kështu krej deri te nebe te amet e saelune. Pasi e krytëm amet e saelune, për shembull, një gjys u bon, atëherë fillum me devra. Na devër i thojmë në fundin e paqës gjuzit, kur pe lexojmë i pari, paqën e parë, s'po ja nisim për fillim, po në pej fundit. Edhe ashtu të na deri kur ta sosmi 80 gjys, për shembull po bon, të na kur ta sosmi devrën e parë, edhe fillojmë devrën e dytë. Atëherë për shembull devrën e dytë për bezer për Ibrahim el-Kavajdeve kali. Kur nishtu edhe atë faqe si përsërije për jasim. E deri në fund ashtu kështu, devri 3 e 4, deri në 20 gjys. Kur po fillojmë krejt, atëherë po përgatitna për në komisi. Edhe unë ashtu e bon ato në atë kohë ishte normal, që nuk ishte i lirë, atëherë ishte mas pari lezimin e Kuranit me mësu, ishte problem se ishte ndalum ishte. Në atë hoxha kur shkoshme edhe kam pas edhe shtëpinë e hoxhës afër aty, po kur shkoshmi nuk mishme as Kur'an, as elif, as kur gjo, po krejta aty. Edhe elif me pas shkuaj, më shesh me elif, një heke, një dike që mos më na diktu se jemi të shku me lezu Kur'an. Mirë po të në unë e lezova, e mësova Kur'anit e hoxha jemsen, edhe kur një nisa për hafëzlëk, i kam pas 13 veçar që atë jam konë kur kam fillu për shumë. Deri për 2 vetë, më renda 2 vetëve e kryta hafëzlëkin. Jam konë 15 veçar, atëre kur e kam kry hafëzlëkin të hoxha jem. Atëre s'kishte hafëzlar, atë ishte ndalum, kur në panë që kana pas ka mundësia, qysha, kana lirë. Edhe janë do hafëz shok të mishka e patëm krytu në mas. Eto në janë nisëm të hoxha jem, se ka pas gjaminë Gazibab, ty të mësus gjami, thojshin ati. Për para kena pas mësu të shpia hoxhës. Të në shkum ati në gjami e bonëm një mektep ashtu, edhe mësojshmi edhe për lezim Kur'an kështu, edhe për hafëz. Të në bon shumë dzanë që o bon ati, edhe me hoxhën janisëm, edhe me atë hafëzlar shok, një 6 veti mi konë, në mësojshmi edhe arabisht. Për shembull një 2-3 orë në mëngjes, edhe mazreke një 2-3 orë, që ashtu që një 3 vetë pa ta vazhdu atë. Edhe isha zavenci u hoxhës unë. Se atë hafëzlarët bishin ma vonë, a unë i shkoshën në pinë 6 në mëngjes në Sava, deri masjacie nuk shkoshën asë shpi. Edhe me hoxhën tem edhe për hafëzlëk mësojshmi, edhe për lezim Kur'an kështu. Elhamdulillah që ashtu e krejtum. Tona mas 3 vetëve, unë e lash. Hoxhën edhe atërë s'kena pas edhe në medrese këtu të na. Mirë po, masi asi shkota në so shkova në 1972 në Sarajev, ati ku në ishin me hatme, në si që dhe në gjami ka pas mëngjes sabat, të në ka pas para dreke, mas dreke, para ikindi, mas ikindi, edhe teravijat i falshmi, të me thonë se në barët pe gjami sa hafëzlar janë konë, ama u ka dasht këtë gjuzim u lezu. Kush mi, si tjetë për shemull 10 hafëzlar, ka 2 faqe i lezëshën. Si tjenë 5 hafëzlar, ka 4 faqe i lezëshën. Shtu në barës sa hafëzlar janë konë lezim. Mëngjes ma shumë jemi konë ka 2 vetë, ka 10 faqe i lezëshmi, gjemati neve në ngushin me Kur'ana. Qërë për shemull. Që ashtu, të në ati edhe lezova edhe me profesorët e medresës janë konë në atë kohë. Të në ato më thanë që a do me metë këtu, për shembull me vazhdu në medrese. Mirë po ishte edhe vonë se patëm nisë edhe ma herët me mësu. Të në për ato sa problem edhe mas Ramazani vazhdova në medresën e në Sarajevo ati. Gazi Husebegova medrese ati. Edhe ati të në mo edhe imam me një gjami më dhanë, akshamin dhe jacin të fali. Ishte edhe imam. E që ashtu e vazhdum, të në 1975 për Ramazan pa ta shku edhe në Belgjikë. Edhe ati, të në mas Ramazani 78, 80, një 2-3 herë, një 4 vetë gati i kam pasbo edhe
në Belgjik, në Bruxelles. Kam pas bëj mamlëk ati. Mirë, po edhe ati nisa njëherë me mësu dzënsa ati. Talebe kam pas deri 100, ma shumë se 100 talebe kam. Sa pinë 9 deri mas ikindije edhe mas akshami mësojshna gjithë ditën talebe edhe agjen. Që me njëherë gati 100 talebe kanë bon hatme kur kanë bon edhe ati. Qashtu jeta ime shkoj, elhamdulillah, tona këtu, kur u ktheva 1990 jam kohë edhe në gare, në Zagreb, për 10 gjys, atëherë e mora vendin e parë në Jugoslavi ishte atëherë, për 10 gjys përmesh, e mora vendin e parë, ktheva tona, mendova mas një mot-moti shkoj për krejt Kuranin, mirë po u bo lufta atëherë edhe unë ndërpreja po së në shkum, në vazhdova këtu në Mustafa, te kala xhamia, te kalaja xhamia Mustafa Pasha ati. Pe bashkërisë islame më therën, kështu të a jenë detyre, se në thashë ju, ja nisa si për pak një kohë, ashtu asi. Mirë po, si mjetë edhe ati, 16 vetë gati, bona hizmet, edhe ati ka 90 dzënsa nuk janë konë, për shembull janë konë. Minëherë 60 vetë, 60 dzënsa, 60 talebe kanë bo, për shembull hatme, mrenda një mot-motit. Edhe qashtu 16 vetë vazhdova unë ati. Tona erdhë puna që e bënë në restauraci xhamin të bojnë, 2010 që ati pari akon. Edhe ato dzënsat normalu, e më shërën xhamin, edhe unë e shkova me një 4 xhami, por po tona e ndërpreva krejt. E tona Hafez Abdul Kerim, akon këtu në xhami është. Edhe aja akon në Gjakove, se në kështu vend Hafez Ismailit, janë konë me Hafez Abdul Samedin. Edhe ajë më thirje, tha kështu, tha, apo do tha me të shu, tha në Gjakov. Kur pashka, thash, jo, tha shka lipi në Gjakov, tha shka të, ma ja, tha shumë vendi mirë, ashtu, asim është edhe, se tha ti këshyrë njëre, qysh pata, si mos pëlqeje, këthejesh. Edhe i shkon kësmet, unë i shkova, thash, për pak, për një 2-3 vetët asi, mirë po sa janë nise ati, kur shkova zati s'ka pas shumë dzënsa ati, një 10-12 vet ishin konë, edhe do një 4 ishin që e kanë krya fëzlëkin më herët. Tonë unë e vazhdova, elhamdulillah, aja konë 2010-ën, seja, si deri me 2019-ën tonë ameta ati, në atë medresën e madhe, sukur që e dini. Edhe vazhdova, edhe elhamdulillah, kam pas sukses, edhe ashtu e vazhdova, tonë mo, kur shkova Ramazan, mas dimuve kur erdha, i kish pas bo 40 dzënsa vetë. Edhe tona më sukurqim në xhamin e Gjakovës, ati vazhdum, edhe elhamdulillah, po shumë isa ishte shtirë se vishin edhe për Elifit. Për hifz po vena për Elifit po duhet me mësu. Tona shumë isa edhe shka e kanë mësu leximin e Kuranit, po se kanë mësu mirë. E u dashke majs pari me jam mësu leximin e Kuranit, tona me vazhdu për hifz. E tona ashti afta, sështi afta, edhe atërë shumë isa shkojshim për shembull. Mirë po, elhamdulillah, nuk ka shku shumë kohë, për shembull, unë e mrenda një mot-motë 2 vetëve, janë isa tona si të dhe në vetë ka 5-6 hafëzari, ka 7 hafëzari që qa në vetë. Asi. Edhe ati deri 19-ën, kër e kryta, e lash atërë, bile hala tona vazhdu në kjerë, po shti sa që jetëm një, po edhe kër e kam lonë, ka pas shumë i sa shka kanë ardhë deri në gjysë, e kanë karu gjysën e tepër. Mi po afër 50 hafëzlarë, shka i dim që i kam qitë, po edhe shka kanë me pi gjysët të poshtë i patalon, të në edhe ato vazhdun, do të dullun, do e kanë lonë kretë, e qashtu e jeta shkoj. Mas pari kena pas atëherë, kena pas komisi për Bashkisë Islame. Aja kanë edhe një Hafez Hasan Efendi, Hafez Musa janë kanë Hafez lartë fort, edhe një Hafez Kamil Efendi akon për Bashkisë Islame dhe ato vishin edhe kretë hoxalartë, shka janë konë atëre hoxalartë e moshëm, talebet e Atullah Hoxhës, shka janë si hoxha jem, shka akon talebe atine. Atëre ato vishin kretë, për shembull, me nangu, vetëm se në komisia normali kena pas 2 vetë shka nangojshin ato, edhe ka 100 faqen ditë lexojshmi para komisijës. Mrenda 6 ditëve e kryta krejt Kuranin, për shembull.
Atëherë na dhanë neve, po jo sukur shti certifikat diplom kështu, po me një letër, ashtu patëm shkruaj që komisi kush janë konë shpenë konë, edhe diplomën na dhanë, po jo sukur shti çka japin ato diplomat më dhoja. Mirë, po tona janë nisën edhe shumë hafëzlar që kështu vazhdojshin. Po shti mbarët edhe shti na sukur që i kena mësu, edhe këto shti po vazhdojnë qashtu, në atë sistem jemi të mësu. Se edhe në Turqia ashtu, edhe në Turqi po mësojnë ashtu. Për gjuzit fundit, është ka e kanë faqen e parë edhe vazhdojmë. Mirë, po mbarët shti edhe pej xanzve, shti është pak mashtirë se edhe me këto telefona, me këto sena atë, po ke mashtirë se sukur atëherë, për shembull atëherë ka pas, s'ke pas telefon, s'ke pas televizion, s'ke pas kur gjë, edhe më shumë je koncentru në mësim. Shti po i shoh edhe kur po vinë këtu, vend që me këshi mësimin, ai po e këshi telefonin. Edhe unë kur jam konë Gjakov, ja u mbledh na krejt telefonat, ati eshen që mos mësojnë. Edhe mirë po e kam pas edhe, që i dini vendi gjanat, i sen, karika krejt. Edhe së unë livrishëm, ma e kena pas orarin, pin sa derin sa, edhe jam konë ati. Shti është këtu pak problem se po shkojnë të shtëpia, po nuk kje kontrol. E kur po ven këtu, ven që vije gati të bëhet, i kena thonë atine se kur vini këtu, jo me mësu, se kur vish këtu se ne mëson mësimin. Mësoj të shtëpia këtu vetëm se një përsërije e ban edhe me dhonë mësimin. Mirë, po këtu shka po bëjnë shumë mere po mundohen këtu t'i bëjnë faqe, edhe ka 3-4 orë po hupmi këtu, edhe normal shka po dojmë me emrija të suksesën për emrim. Mirë, po elhamdulillah, po kemi edhe me të vërtet taleve të zansër, po kemi shkja mësojnë me ato, s'kje problem, po ma shumë problem është dinja që pak ma i lazrum, pa jasi edhe nuk mësojnë e vend që ashtu, se kështu kënaqësi është kur po punojmë edhe me ato të zansët edhe ato shka po mësojnë edhe s'po kemi problem. Mirë, po gjithë mund të po duhet a shka s'po mësojnë, është i aftë, mirë, po nuk do me mësu, a ka dikush edhe nuk është i aftë, po mundohet, mirë, po kurse ne banë mas mirë të është me largu që mos ta mundojmë, se po i pengonë, në Gjakov kur jam konë, për shembull, ato që ka se janë konë taftë që nuk bëhen, ose është i aftë, po nuk e do. Atëri i përjashtu është, ne punojshna me ato me të vërtet që kam vullnet me punu. Edhe elhamdulillah për qatë kam pas edhe shumë sukses, ama edhe kam punu, edhe gjithë ditën, si shkoshna pinte deri mas 5-6 gjys, edhe 2 herë në javë bëjshna 8 vit. Pin 7 gjys deri 9 ora, për shembull. Edhe s'kam lënë as një ditë. Pushim s'kam pas hiç, vetëm se kur vishin të shtëpia, didhen e kam pas, por edhe didhen shkojsha une, që ato mrenda javës që i kam bërë ato faqe, ja unë ngojshna, vetëm se faqet e reja, si përsërija ja unë ngojshna mrenda javës. Elhamdulillah, ato me të vërtet kanë dalë shumë hafëzlar të fort, që janë sot në për shtetet Arab, sen edhe kanë shku në për gare, në për sen janë bo kur hafëzlar. Elhamdulillah, shtu. Po, i të regojmë gjithë mund, i thonë që kështu. Në qofë se doni me të vërtet, mësoni, se kur kush me zorë në kryes së në tashti. Aja kje vullnet, për shembull mu s'kam pritur në ketër kush të më nimojë, po i kam ditë që kam, kur kam shku të hoxha, si gjithë mund kam shku i pregadit. S'kam prit që hoxha të më thoi ato, bile ka një faqe, ja patëm nisë, kur edhe ka devri 4-3, qështu, 3-4, bile në pensën, thash në hoxhës të më thash, mu pak po më a ka mundësi ka 2 faqe të i marë. Mirë po tha jo, vazhdo ka një, vetëm se sa glam deri në fund, që ashtë elhamdulillah e krytëm, edhe me komisija, me senë, me kreqështë. Për të rritë, kena që me të vërtet, ne t'i faleminderit Allah Gjeleshanu që i ka dhonë shnet, edhe në atë familjen kanë dollë që me të vërtet kanë vullnet që ta quen edhe për hifz të mësoje. Mirë po shti do me të vërtet këtë shansat i kam, po s'po ja do zemra, po se po lazërohet. Ama te përsine edhe kanë elhamdulillah, po mësojnë,
edhe unë atine për kam gjithmonë, edhe ato shka në konë Gjakobi kam thonë, me hup ko, mos hupni, po mas e keni shansa mësoni, se e di se ju jeni trishti, së një kuptoni do gjanja. Mirë po, krejt shka i kam kallëzu, të në më thoshin e jeni me vetë bërte shka më ki kallëzu, shti prap ato pëdalin. Edhe elhamdulillah, që ato që i kanë ngu, e kam pas shumë i sashtë edhe në Saudi Arabia, edhe në për Jemen, në Asërën. Krejt janë në për shtetet Arab, e dojnë në Turqi, për shembull, ashtu po vazhdojnë. Kush ka mundësi në ta frikëzoj rastin, se gjithmonë si vjen ai, ato mundësi nuk e vinë si cëllit. Që ato që e kanë mundësinë bare, ne të vazhdojnë, ne të mësojnë, jeta e atij për para. Se sa për neve na mundomi, më qoftë se ato nuk mundohen, na kur gjo, se suksesi jonë është me mësimin e atij. Edhe ato kur mësojnë edhe na bëjmë sukses. Na kush u di sa më mundu, që ati është punë.